Fjala sot. Dishepull. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është dishepull. Në fjalorin e gjuhës shqipe, fjala dishepull shpjegohet kështu: nxënës, apasues i një mendimtari ose i një mjeshtri të shquar. Dhe në fakt, është shumë interesante të mësosh dhe të shtosh njohuritë tua mbi botën duke u bazuar tek mendimtar që kanë lënë gjurmë në historinë botërore. Sot ne ju inkurajojmë të ndiqni programin ton për të mësuar se çfarë do të thotë të jesh dishepull i mendimtarit dhe mjeshtrit më të madh të gjitha kohërave, Jezus Krishtit. Vetëm në fjalën e Perëndis mund të gjejmë një përkufizim të fjalës dishepull që në mënyrë të zgjeruar na tregon se kjo fjalë nuk ka të bëjë vetëm me mësimin, por edhe me veprimin, madje drejt për drejt me disiplinën. Një nga fjalët më të bukura në shkrim për të krishterët është dishepull. Në Dhjetën e Re i kushtohet shumë vëmendje çështjeve të tilla si çfarë është një dishepull dhe si të bëhesh dishepull i Jezu Krishtit. E përmbledhur. Fjala dishepull do të thotë nxënës, student. Tani, ju mund të mendoni, mos, jo shkollë, nga që shumë njerëz nuk e duan shkollën dhe nuk duan të kthehen përsëri në shkollë. Në realitet, të jesh nxënës i Jezusit është diçka shumë më e gëzueshme dhe shumë interesante, sepse nuk ka të bëjë me atë që ju mund të mësoni teorikisht, por ka të bëjë me mënyrën se si ndryshoni, si përshtateni, si rriteni në jetë dhe se si të bëheni më të ngjashëm me të. Ky mund të jetë një aspekt shpërblyes dhe i gëzueshëm i jetës. Ne do të shikojmë së bashku se çfarë përfshihet në dishepullizim dhe çfarë ndodh kur ju bëni dishepull. Në fillim, duhet ta bëjmë të qartë se shumë njerëz ngatërrojnë dy fjalë që duken të ngjashme, që janë apostull dhe dishepull. Një apostull ishte një person i veçantë, i zgjedhur nga vetë Jezusi dhe kishte vetëm një numër të caktuar apostujsh. Kurse një dishepull është një nxënës dhe mund të ketë shumë nxënës të Jezusit në gjithë botën. Kështu edhe ju mund të jeni dishepull, ashtu si edhe mira e mira njerëz në Dhjetën e Re. Deri në fund të Dhjetës së Re dhe në librin e zbulesës, ka mira e mira të krishterë që ishin dishepull të Jezusit. Sot, ka rreth 1 miliard njerëz në botë që deklarojnë se janë të krishterë. Nëse ju thoni se jeni i krishterë, por nuk e keni kuptuar se çfarë është një dishepull, shpresoj që sot të mësoni diçka të mirë për atë që mund bëni ju për të përmirësuar statusin tuaj të nxënësit, drejt rritjes në ngjashmëri me Krishtin. Dhe nëse jeni kureshtar, më lejoni të ndaj me ju disa mendime se çfarë është një dishepull. Jezusi, si punën më themelore për të krishterët, dha këtë urdhërim: shkoni pra dhe bëni dishepull nga gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Kështu, në formën më të thjeshtë, dishepull është një person që është pagzuar në emrin e Krishtit dhe tani studion, mëson, rritet dhe ngjan më shumë me Zotin Jezus. Ne i shohim të dyja këto si të rëndësishme dhe nuk ka rëndësi se cila vjen e para. Nëse një bebe pagzohet, shumë mirë, por ai nuk është bërë ende një dishepull. Ai duhet të rritet, të piqet dhe të mësojë. Ajo fare vogël besimi duhet të zhvillohet dhe intelektualisht ai duhet kuptojë ndërsa rritet. Kështu dishepullimi është një proces që zgjat gjithë jetën. Nëse një person është i rritur, atëherë ai duhet të ketë dëgjuar predikimin e fjalës Perëndis. Mbas edhe ju po e dëgjoni këtë dhe për herë të parë, po kuptoni konceptin e Jezusit si shpëtimtarin tuaj. Nëse ju i rrëfeni mëkatet tuaja dhe thoni se dëshironi shpëtimin në emër të Jezusit dhe se dëshironi të shkoni në qiell, atëherë Zoti po ju sjell në besim dhe për ju pagëzimi është përkushtimi juaj dhe Perëndia ju vulos si fëmijën e tij
dhe konfirmon, vërteton besimin tuaj tek ai. Thelbi është se zakonisht dishepullimi përfshin të dyja gjërat: pagëzimin në emër të Jezusit dhe udhëzimet për rritjen. Për sa i përket rritjes në Jezusin si një dishepull, ju e dini se fjala disiplinë e ka rënjën pikërisht në termin dishepull. Kështu, disiplina është një pjesë e rëndësishme e jetës së krishterë. Nuk dua që ju të mendoni negativisht për këtë. O, mos disiplinë, shumë punë, e vështirë. Jo, mendojeni atë në kuptimin e përsëritjes dhe vazhdimësisë. Për të patur një trup të shëndetshëm, ju duhet të ushtroheni fizikisht vazhdimisht. Për të patur një mendje të shëndosh, ju duhet të lexoni e të mësoni vazhdimisht. Për të qenë të shëndetshëm, ju duhet të hani mirë vazhdimisht. Kështu, nëse doni të rriteni e të zhvilloheni në një drejtim, ju duhet keni disiplinë dhe këtu përfshihen financat, martesa apo rritja e fëmijëve. Në këtë kuptim, ka 3 gjëra që diskutohen tek Gjoni kapitulli 15, të cilat janë disiplina të besimit të krishterë, dhe unë dua të flas për këto. E para është lutja, e dyta të mësuarit, e treta dëshmia për Jezusin, dhe dishepujt e Jezusit i bëjnë të trija këto. Dishepujt e Jezusit luten, mësojnë dhe dëshmojnë për Jezusin. Vargu 7 i kapitullit 15 të Gjonit thot: "Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet." Ky nuk është një premtim se ju do të merrni gjithçka që doni, por do të thotë që nëse ju e përkushtoni veten tuaj, i nënshtroheni vullnetit të Perëndis, kërkoni lavdinë e tij, kërkoni që vullneti i tij të bëhet në jetën tuaj, atëherë patjetër që Perëndia do t'ju bekojë. E si mund thot Perëndia jo, kur ju po bëni vullnetin e tij? Ne mësojmë të lutemi përmes bisedave dhe kontaktit të përditshëm me Jezusin. Ky është thelbi i lutjes, të flasësh me Perëndin. Është shumë thelbësore dhe është e natyrshme që një i krishter t'i rrëfejë mëkatet e tij Perëndis çdo ditë dhe të falenderojë atë çdo ditë. Këto janë pjesë të rëndësishme të lutjes. Bekimi më i madh në këtë gjë është se përmirësoheni duke u praktikuar. Të gjitha këto disiplina përmirësohen duke u praktikuar. Zhvilloj më shumë aftësi për t'i bërë ato në mënyrë të vazhdueshme, rregullisht, dhe në një mënyrë që e kënaq Perëndin. Dhe bekimi që vjen me lutjen është për ulësia. Ne fillojmë të kuptojmë se sa shumë varemi prej tij. Gjëja e dytë është të mësuarit. Në vargun 10 thuhet: "Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij." Tu bindesh urdhërimeve të Jezusit do të thotë të mësosh se cilat janë këto urdhërime që ai jep. Ju duhet kaloni kohë duke lexuar apo duke dëgjuar ungjillin, duke u përqendruar tek Bibla. Kjo është ajo që duhet bëni. Të kuptoni se duhet t'i jepni frymës së shenjtë mundësinë që të punojë në jetën tuaj dhe t'ju jap më shumë njohuri për Jezusin. E ndërsa e bëni këtë, ju nuk do ta ndjeni Jezusin të largët, por do ta njihni atë më mirë dhe do të kuptoni se bekimi më i madh që vjen nga kjo është se do të ndiheni shumë më afër Perëndis. Do të ndjeni që ju po qëndroni në dashurinë e tij. Kjo është një ndjesi, një përvojë e mrekullueshme. Disiplina e tretë, dëshmia. Padyshim, kjo bëhet më e lehtë duke u praktikuar. Sa më shumë të flisni për Zotin Jezus, aq më e lehtë bëhet, madje bëhet aq e natyrshme, sa që mund ta bëni pa qenë as pak të shqetësuar. Është një ndjesi e bukur kur je i aftë në gjendje të dëshmosh të flasësh për Jezusin. Në vargun 8 te Gjoni 15 thuhet: "Në këtë është përluftuar Ati im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi." Kur dëshmoni, ju po tregoni se jeni një dishepull i Jezusit. Shpesh herë shumë efektive, kur kombinoni një vepër të dashur për dikë, diçka që nuk jeni të detyruar ta bëni, por ju e kombinoni atë me fjalët dhe me dashurinë për Jezusin dhe me dëshirën tuaj që ky person ta njohë atë, dhe kjo është një dëshmi e fuqishme. Tani në gjitha këto gjëra, unë nuk dua që ju të thoni: "Unë nuk jam shumë i mirë në lutje.
Nuk jam shumë i mirë për të mësuar. Nuk jam shumë i mirë për të dëshmuar. Mos e thoni këtë. Në vend të kësaj thoni: unë do të rritem dhe do të bëhem më i aftë në këto gjëra. Perëndia dëshiron t'ju marrë nga aty ku jeni dhe t'ju zhvilloj e t'ju bëj më të pjekur nga sa ishit një vit më parë. Gjithashtu, Perëndia do t'ju disiplinoj. Ai do dërgojë në jetën tuaj gjëra që do t'ju vënë në provë, do t'ju sfidojnë dhe do t'ju pjekin. Ai nuk dëshiron që të keni gjëra të lehta gjatë gjithë kohës, ashtu si një prind i mirë nuk dëshiron që fëmia e tij t'i ketë gjëra të lehta gjatë gjithë kohës dhe të mos punojë asnjëherë, mos rritet e të mos piqet. Perëndia do t'ju jap sprova dhe teste në mënyrë që t'ju disiplinoj dhe t'ju rrisë. Shpresoj që ju të jeni të motivuar dhe të inkurajuar të bëheni dishepuj, nxënës të Jezusit, që kështu të dëshironi të luteni, të mësoni dhe të dëshmoni për të. Ju e dini se Jezusi gjithmonë i mirëpriste njerëzit që pendoheshin, që ishin të gatshëm të përpiqeshin, njerëzit që dëshironin të ishin të gatshëm për të. E dini se si quhen ata? Ata quhen dishepuj dhe lajmi i mirë i Jezu Krishtit është se kur thërrisni emrin e tij dhe kur pendoheni për mëkatet tuaja, edhe ju mund të bëheni dishepuj. Miq të programit ton, ne lutemi që sot, jo vetëm të keni kuptuar domethënien e vërtetë të fjalës dishepull, por dhe të keni marrë një vendim të rëndësishëm për jetën tuaj. Ne shpresojmë që pasi na keni ndjekur, ju të filloni një udhtim të ri drejt njohjes më të thellë të Jezus Krishtit, gjë që do t'ju afrojë më shumë me Perëndin dhe do të forcojë marrëdhënien tuaj me të. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.